Akuzat për marrëveshje të mshefta me PDK-n edhe me AK-n. Po jo, ato ishin rëndëm, faktikisht është shumë interesant se si krijohen propaganda për takime sekrete. Këto janë krejt mëlmesa propaganduse të netëve të fundit për me i hamendësu dhe me kriju mjegullira për qytetarët e pa informum. Ndërkohë që ne ishim e mbajtëm tubimin një natë para zgjedhjeve, e mbajtëm tubimin për mbyllës dhe ishim në një darkë festive, ndërkohë që e pam lajmin, unë isha personalisht me Ramën dhe kryetarin Abdi Gjiku, personalisht shihnim lajme që ata janë në takim me PDK, në takime sekrete. Ishte komplet e pavërtet. Po në fakt i duhej kjo propagandë vetëvendosjes për të bërë një amulli të informacionit. Shfak edhe njerë, po thoni që momentin kur ka doa lajme, si një takim sekret... Na ishim tu në një darkë. Në një darkë, duke e festu, si me thanë, për mbylljen e fushatës. Ishim pas tubimit kryesor që e patëm për mbylljen të qendra. A ishte dikush i PDK-s me juve? Jo, absolutisht. Restorant? Njerëz, ekipi i ngusht vetëm i LDK-s, absolutisht nuk ishte.